Faqa na ishte dikur, sjell një akt fisnikërie dhe burrërie të vërtet nga aktori Keanu Reeves. Kur Keanu Reeves ja prezantoi botës partneren e tij, artisten Alexandra Grant, jo të gjithë duart trokitën. Përkundrazi, shumë shtrembëruan buzët. Ajo, thoshin, tepër e thjeshtë, tepër normale, jo në lartësinë e një ylli si ai. Jetojmë në një botë ku pritet që një burr i famshëm, i pasur dhe tërheqës, të zgjedh një shoqe kopertinash, të re, të përsosur, parudha. Jo një grua si Alexandra, me flok argjendi, me një fytyrë që mban shenjat e kohës dhe me një vështrim që rrëfen histori, jo selfie. E megjithatë, Keanu zgjodhi atë, sepse ai nuk zgjedh me sy, por me shpirt. Ndërsa shumë aktorë të Hollywoodit ndërrojnë të dashurën me ritmin e ditëlindjeve të 25-ta, ai zgjodhi një ritëm tjetër. Eci vetëm për vite me radhë, jo nga frika apo mungesa, por nga respekti, për veten dhe për dashurinë. Me Alexandrën u njohën në vitin 2011, duke punuar krah për krah. Krijuan libra, projekte, një shtëpi botuese, ndërtuan diçka që sot tingëllon pothuaj revolucionare: besim, bashkëpunim dhe kohë të ndarë me kuptim. Në vitin 2018, pas vitesh miqësie të qetë, u bën qift. Pa tituj të zhurmshëm, pa skandale, vetëm duar që kërkojnë njëra tjetrën, sy që kuptohen dhe ajo qetësi e butë që vlen më shumë se 1000 deklarata. Kur dikush pyeste, po a janë bashk? Përgjigja ishte carmatosese në bukurinë e saj. Ajo që shihet, nuk pyetet. Ka nga ata që e kritikojnë, që thonë, po të isha në vendin e tij, do të kisha zgjedhur ndryshe. Por e vërteta është se Keanu nuk jeton për dukjen, nuk ka nevojë për shkëlqim apo filtra për ta njohur lumturinë. Ai kërkon thellësi, lidhje të vërtetë dhe e gjen pikërisht aty ku bota shpesh nuk sheh. Keanu Reeves nuk është vetëm një yll, është një burr i rrallë, një nga ata që nuk e konsumojnë dashurinë, e ndërtojnë, e kujdesin, e presin. Dhe janë pikërisht burra të tillë për të cilit bota ka vërtet nevojë. Për më shumë video të tilla, abonohuni në kanalin ton. Na ishte dikur.